Sfidat janë shumë të mëdha në raportin akademi biznes. Për fat keq ajo që vjetre për një periudhë gjatë kohe është që marrëdhënia ka qenë pothuajse nga një kah ose nga një drejtim, është akademia që në mënyrë disi paradoksale i afrohet biznesit dhe i kërkon bashkëpunim me synim bërje më të lehtë, më themi, të eksperiencës së studentit për ta qasur në tregun e punës. Biznesi është pak bashkëpunues deri më sot paktën në drejtim të angazhimit në krah të akademisë për të krijuar ose për të dhënë mundësi të zhvillimit të atyre aftësive që ata duan dhe pretendojnë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Pra duhet të ndrojë qasja, pra biznesi nuk duhet të jetë vetëm pritës i punonjësve të rinj, pra që duan punonjës të rinj me kualifikime dhe me aftësi, por duhet fillojë të kontribuojë dhe të investohet dhe vetë, ndoshta jo në mënyrë, jo në terma financiare, por në terma profesionale, për të zbritur te akademia dhe për ta modeluar, më mirë themi, të gjithë produktin akademik, pra që nxjerr, po themi, shkolla e lartë ose universiteti, sa më afër pritshmërive të tij. Pra biznesi nuk duhet presi studentët të cilët të jenë plotësisht formatuar për tregun e punës, por mund ta ndihmojë që ta këtë fazën tranzitore, më themi, të mbarimit të procesit akademik dhe të punësimit, ta bëjnë një eksperiencë sa më të thjeshtë, më themi, për kërkuesit e rinj. Ky është një element i rëndësishëm. Dy gjëra të tjera të vogla, shkurtimisht, praktika profesionale ose praktika akademike në të gjithë arsimin e lartë shqiptar duhet të jetë jo thjesht e detyrueshme, pra nuk duhet të jetë më formale, por edhe e shtrirë më shumë në kohë, pra mos bëhet vetëm në një semestër, por duhet të jetë paktën 1 ose 2 vjet. Legjislacioni i ri i për arsimin e lartë duhet të ndryshojë rrënjësisht në drejtim të lejimit të diplomave duale ose të studimeve duale. Pra akademia e lidhur me praktikën, Shqipëria ka shumë nevojë dhe për modelin ekonomik që ka për të ofruar këtë lloj modeli gjermanik, më mirë themi, të studimeve, dhe pa dyshim element shumë i rëndësishëm është që akademia në përgjithësi, pra arsimi universitar, duhet të konsiderojë patjetër aplikimin e metodës DevOps në drejtim të rishikimit të kurikulave. Pra duhet tregu i arsimit lartë duhet të tregohet shumë më tepër ti zhdërvjellët në drejtim të harmonizimit ose përshtatjes ose përputhjes sa më efektive të mundshme dhe sa më të shpejt të mundshme me nevojat gjithmonë në ndryshim të tregut punës.